Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim një pite me kunguj të njom. Disa mund ta quajnë pispili, disa mund ta quajnë pacarok, pet me miell misri apo dhe pite me kunguj të njom dhe miell misri. Në familje të ndryshme mund të gatuhet në mënyra të tjera, gjithashtu edhe emërtimi varet shumë nga zona se ku gatuhet kjo recetë. Duke qenë se jemi ende në kohë për të përgatitur receta me kunguj të njom, këtë herë vendosa që recetën e pites me miell misri dhe kunguj ta ndaj edhe me ju. Në kanalin tim e kam sjell edhe me metoda të tjera përgatitjen e pites me miell misri dhe kunguj të njom, por këtë herë kemi bërë disa ndryshime në recetë. Prandaj do t'ua sugjeroja që ta provonit, pasi ka për të pëlqyer me të vërtet shumë. Në fund fare, kjo lloj pite del shumë e butë edhe është një vakt ideal për drekë ose për darkë për familjen tuaj. Gjithashtu është një mënyrë shumë e mirë edhe për fëmijët tuaj, se si ata mund të konsumojnë kungujt në shtëpi. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë, unë kam përdorur 3 kunguj jeshil, të cilët në fillim I kemi pastruar dhe më pas I grim në rende, siç e shikoni edhe në video. Pasi keni përfunduar me grirjen e kungujve, tek tase do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Në fillim do të hedhim pak krip. Kripën e shtoni sipas shijeve tuaja. Gjithashtu më pas në tas do të shtojmë edhe 5 ose 6 lugë gjelle me gjizë. Në vend të gjizës mund të përdorni edhe djathë të bardhë. Do të shtojmë në tas gjithashtu edhe 2 kokra vezë. Edhe vezë mund të shtoni sipas dëshirës. Shtoni në tas edhe 2 ose 3 lugë gjelle me vaj ulliri. Edhe më pas tek përbërësi do të shtojmë edhe mielin. Për këtë recetë ne kemi përdorur 1 gotë plot me miell misri dhe të paktën 5 ose 6 lugë gjelle me miell normal. Tani raportin e miellit të misrit dhe miellit normal mund ta bëni si të keni dëshirë. Nëse doni mund të shtoni më tepër miell misri ose ta bëni vetëm me miell misri, pra pa përdorur miell normal, ose po të doni mund të shtoni edhe më tepër miell normal në këtë recetë. Ne ndarjen e kemi bërë në këtë mënyrë, pra duke përzier 1 gotë me miell misri dhe pjesën tjetër e kemi shtuar nga mielli normal. Gjithmonë na pëlqen që për këtë recetë të përdorim më tepër miell misri, megjithatë për ta zbutur pak atë shijen, kemi shtuar edhe miell tjetër për të bërë kombinimin sa më të mirë të tyre. Gjithashtu, mos harroni të shtoni edhe 1 lugë çaji me sodë buke. Dhe në fund të gjithë përbërësit I trazoni mirë së bashku, derisa të formohet një masë homogjene. Në këtë pikë, mos harroni të hapni furrën dhe ta lini që të nxehet në 200°C. Dhe kur masën e keni gati, do të lyejmë një tepsi me pak vaj ulliri ose vaj gjelle normal. Dhe më pas në tepsi do të hedhim edhe masën me kunguj që kemi përgatitur. E nivelojmë mirë masën e pites me miell misri dhe kunguj të njom. Dhe si për tavës, përpara se ta fusim në furrë, hedhim pak vaj ulliri. E përhapim të gjithë sipërfaqen e pites me miell misri dhe më pas tavën e fusim në furrë dhe do ta lëmë që të piqet për të paktën 50 minuta ose 1 orë. Tani pjesa e pjekjes varet shumë edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Nëse keni një furrë që pjek shumë shpejt, ndoshta do t'ju duhen edhe më pak minuta. Megjithatë, pitja me miell misri do pak kohë që të piqet dhe të kulloj mirë.
Në furrën time unë e pjek gjithmonë për 50 minuta deri në 1 orë. Varet gjithashtu edhe nga trashësia e pites me miell mistri, por edhe nga butësia se sa të butë doni në fund. Rëndësi ka që pitja të kulloj aq sa duhet që të piqet mirë, duke marrë ngjyrën e bukur të pjekjes në pjesën e sipërme, por edhe të kulloj në pjesën e brendshme, pra të mos ngelet qulle. Kur pitja është pjekur ashtu siç duhet, e heqim nga furra. Mirë është ta lini të ftohet mirë dhe më pas ta servirni, por ne kemi servirur direkt të nxehtë, ju e shikoni dhe vetë në video, por më besoni që kjo pite del me një shije fantastike, del shumë e butë dhe të gjithë në familjen tuaj do ta pëlqejnë shumë. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.